Sonte kam një mësafir që më ka marrë për Shkodrës edhe kam forë special, një djalë fantastik, një djalë që e doni edhe besoj që na don. Kena me pa deri në fund sonte qysh kena me qu këtë intervistë bashkë, po besoj që kena me kalu shumë mirë. Tan Brahimi, tan mirë se erdhe për asaj Shkodrë më burr. Mirë se u gjeta vëllai. Tan ti ke lind në Shkodër, a? Po. Edhe ke vazhdu me jetu këtë kohë në Shkodër. Lind e vdek në Shkodër. Me vdek mos e pa zot, po me vdek ka kohë, po me lind po. I ke najt besnik? Po. Shkodrës. Kam lëviz në herë shumë në Tiranë, por në përfundim kam fjetë në Shkodër. Domethënë, jetën e ke vazhdu aty ku ke lind dhe po rrin hala aty. Po. Po do me najt deri në fund Shkodra, ke vendos me lëviz. Jo, vëllai, betum jam një aty. I betum, a? Se luj kamen. Se çka të pëlqen në Shkodër që ty të lidhet që kaq fort? Po si amanet ashtu, po, prej familjes, prej. Po ai që lyp më mirë se Shkodras, ku ka me gjetë më mirë se Shkodra? Jo, mirë është, mashallah, mirë. A vend i bukur fort, me najt është shkëlqyshëm këtë. Me najt është mirë? O, rrihet mirë. E për punë? Ja, punë. Për punë ata që dojnë me punu, emigrojnë, ne jena me najt. Domethënë shkadronët janë me po qef. Ha, me najt. Një pjesë me po qef, një pjesë kush do me punu, Ka me punu. Ka qytete, kush do me punu, shkon në Tiranë. Tani, për çka je shkollu? Unë jam shumë i shkollu më dha. Po kështu me theks të veçantë. Specialisht. A është sa i shkollu? Ka dal, ti jem të unëzeni herë. Unë vëllat e kam kryu 8 vjeqoren, e kam kryu me kretë forcat mija. Po. Mandej në gjimnaz kam shku, kam bo 4 vjetë po kam marrë vesh të parin. Ballosht. Kam ndru një 3-4 gjimnaze, e kam marrë të parin, kam kalu në vit 2, po në vit 2 kam met, si më 3 herë. 3 vjeta? Po. Të kanë përsërit? Po. Në zanë si mirë? Së më prej i marë, me thonë drejtem. Në zanë si mirë? Jo, nuk është krejt ashtu. Po ta konkuru në shkollë të muzikës, nuk e fitova, atyre hina një gjimnaz përgjithshëm. Aty kalova, shkova në vit 2, isha, si më thonë, në nxënësat mirë, se ishte shumë poshtë kërkesa, pra ne isha nxënësi mirë. E kalova në vit 2, atyre vitin tjetër konkurova prapë në shkollë të muzikës, e fitova. Ika prej vitit 2 aty u futa në vit parë në shkollë të muzikës. Prapë muzikë, shkova atje ku e pata? Shkova atje ku e pata atë qefin, atyre kalova në vit 2, në vit 2 se mora vesh se qanulli meta. Vetëm unë, në rëton klasën aty, meta unë. Shku në tha? Po, kalunën e tha në vit 3, unë në vit 2. Atyre... Ka nga bu stopi, sigurisht. Fama pa, ka nga bu mësim dhe unë, ka atyre thashun me që i tonë ta, me që mu metën këtë thashun, ta shpashkajl i herë me met vetë me dashe, aja ka kënë viti i pa harrushëm i tonë shkollimit tem, aty kam bo. Sa vjetë ke shku shkollë mesme, që i përbjen? E kam kryun me vite këshu shkollet, e kam bo, 4 vjetë. 4 vjetë shkollë mesme? 4 vjetë, po. E ato që ki përsërit? Me këtë, me qa kam përsërit e me këtë. Po nuk janë shumë, se shkolla mesme 4 vjetë është. 4 vjetë është, po. Ka ma shumë. Ja janë regull, klasë i vite i kam kryun, veç se s'kam kalu klasët. Mandej, po pra, ata... Mandej studimet? A shkove studimet? Jo, ishte puna me kryt mesme njëherë. Aty? Të mesmen shkova shkollë, si thoni ju, me korespondencë. Po, me jo i regullë kështu. Me shku me dhonë provimin, me provim. Aty shkova unë gjeta da shofera, da hidraulik, ishin tani, kisha shok klaset, unë për me kalu. Aty shkëlqeva, në fakt, aty për një vit mora 3 vite shkollë. Kalova direkte në fund edhe më dhonin diplomen e miru poshë. Po donë njeri me bo zgjidhje, gjonë zgjidhje. E gjonë zgjidhjen. U bo në personajin një, do më thonë fillovu më bo figur televizive. Po. Edhe pata e shumë dashni për njerëzve kështu. Po, deshte njerëzit. Se reflektove mirë, një djallë kështu sinqer, pozitiv, me plot, me shumë humor. Pështova pa më njoft njerëzit. Me shumë humor. Qështu dok mande jeta prej jo shumë i njofshëm në një djallë dashtën. Po. Mirë vlo është kënaqësi e madhe, respekt i madh, por ka atë presionin e vetë që më mirë se ti e kupton. Ka atë pjesën. Është domethënë një moment që ty nuk qesh ftyra, ndoshta ke problem familja, si çdo familje, del në rrugë, nal dikush me buzë nga je detyruar me buzësh, pavarësisht se ku e ke ti mendin. Ta fik makina në rrugë, ai nalet me tregu barcaleta. O, vlen se ma fik makina. Nuk ta din hallin. Nuk ta din hallin. Pastaj nuk nejte shumë, dole edhe prej bigut, mande ishe pjesë shumë emisioneve dhe skenave televizive.
Vllajem, unë gjithmonë bikun e kam pa kështu, në kalim. I kam pa këta shtëpisë to unë kam kalu. Gjithmonë i kam pa i kallabllek njerëzish, edhe kam mendu se është një shtëpi e madhe për me bashkëjetu, me najt. Po. Me najt rri sa dushun. Po kur hina mbrana e kuptova që ishte krejt e kundërta. Ishte mu ngacmu keq. Mu ngacmu keq. Kur hina mbrana e kuptova se ç'a ishte, domethënë sa po shkela mbrana, a thot kam hi gabim, nuk u do kam me najt. Domethënë shtëpinë e gabuar, nëse e gabuar. Aty arriti gjendja se prandaj thosh që shtova pa mjoft njerëzit që ka një forë respektit e dashamirësie, se në durimin a ko s'ka du, nuk kena mo heq në akcent filla, Fillova, hapsha sirtarin me marrë një pjatë, me qenë sytë të pirujt, në vite me ka pirunin, me dalë me pirunin për shpi. Me usjell me pirun. Pasha zotin e pështova mirë, pa në kësyja, ja, kërkova 2-3 herë me dalë, edhe më thoshin, në dhomë trafimin, më thoshin, shife më se është një mundësi që nuk t'jepet prapë. Thosha unë, mas ju ka met emisionin dorë teme, mas pa ju prishi punë me dalë, se unë du me dalë, po mas ju bëj dëm, ku di si i ka numrat, nështë ju delë si me hi në futbol me një lojtar mangut. Rije, dërë që i dzuna në live, i thosh unë, kam një surpriza, du me dalë, të s'kanë që në thojnë mo. Ska zgjidhje më ndej aty. E ty kështu. A të ka ndimu pak, si përvoj? Po, më ka ndimu shumë, kisha shumë vite po dalë, në ekran edhe dosha thjesht me thonë, jam halo gjallë. Këtu jam une. Pa, sa me thonë, jam të në Brahimi, notën e mirë. Këtu jam une. Ka që ishte jam vleti. Ja ka vleti. A kemi të si me ata që keni bashkjetu pak? Po, vlo. Po nuk kena jetat ndonë me familjarët, jo me miqë dhe me shokë, nuk kena pas vend mu taku, mu nesh, ama ku dhe që takuena kena shumë respekt. Po tanë, të regom qëfar jetë e bënd ti tash? Me qka me jërësh? Qysh jeton, qysh funksionon? Unë rri më dho, rri mirë, rri gjatë. A e bën ai punë më rëbullë? Po në i herë e bëj më dho që e punë kam bo, që di këtë këmish vetë e kam vesh, s'ma dha vesh kush. I ta vetë i kam vesh. Afto që ke mujtë me pas staf, pak me ishtë. Po kam hangër për zotën, bëllu lodha po u ngopa. Po pra, se lodhë një dhe bëllë të hangër. Po tanë, s'ke punu, kur e mbanë men punën e fundit që e ke bo? Kam bo më dho në gjithë farë punet, po sa më shumë që i kam punu, ashtë më shumë e kam kuptu gabimin edhe nuk... Po thu që njerëzit që punojnë janë të marum gabimisht? Zoti në i moftë më dho, që me tojnë, Zoti ju hapë sytë. Zoti në i moftë në që s'punojnë, se ta që punojnë e pojnë vetë. Pa më dho, po. Lodhi e madhe puna, lodhi e madhe. Sakrifice e madhe, dho. Sa ki tani koeficientin e lodhjes? Sa të shkon aja farë, RPM i lodhjes? Po e ruj vedin fort, dho, në ruhem fort. Atë brezin, a ki po atë brezin që e përdorin njerëzit me punu, unë atë e përdorin me pi kafe, edhe nuk të rej, lo. E në gjithë brezin? E ve, brezin e ullem kafe. Së rrijet në kafe 5-6 orë pa brez më, në ushtërnu shtylla. Shko rizin pytje. A e zgjedh kapët kështu, apo e kina i kapët caktume? E kam një kafe në porë prej ndirë shpis. Aty? Pa, një atë që kam më ofër, një aty nalem. Ju në Shkodër keni edhe pak sevda, dhe më thonë, i keni artistat fantastik. Shkodra i ka ndër më të mirë në këtë trojë shqiptare, sidomos të humurit. Sofra Shkodrane na vini mi rritë si fëmi me Sofra Shkodrane, se në zona ku jem na, ku kam jetu në si fëmi, e ka kap të vëshën me i gozhë, kështu, pa antin. Edhe ai Sofra Shkodrane, festave të futbollit ishte fantastike. A jenë halata aktorë që janë gjallë që jetojnë në Shkodra, për shembull? Kush jeton aty? Gjithmonë jetojnë, vlo. Aty jetojnë? Po, ata që kanë ndru jetë, jetojnë prapë. Ata që kanë ndru jetë, jetojnë se jetojnë. Jetojnë puna aty. Gjeneratës të vjetër, hala që jeton në Shkodër, që është gjallë. Besnik Qinari, Sonder Ruqi, Drone Gjaj, Zylihami Loti, Mjeshte. Tesh, mas harrej, se mas harrej në jamre, vëtët jam gjallë, mërë. Janë në të maj, po, sigurisht. Jam gjallë. Sigurisht. Ke pasë rasin e herë me ta me bashkëpunu? Po, lo, kena bo kështu. Kena gjanat vogla në teatr, kam bashkëpunu, po. Me Sonder Ruqin kam bashkëpunu, Sonder Ruqi më ka ftu për shfaqen e vetë, bën një shfaqe çdo vit edhe më ka ftu shumë herë. Bravo. O tanë, në Kosovë më thema herë që ke arë këtu 2-3 vjetë të fundit. Po. Pse s'ka ndodhur më herë në Kosovë, për shkak? Shkodra është afër këtu 2 orë gjys. Afër 2 orë gjys nuk janë. S'është larg, 2 orë gjys gjemarin shkojnë punë njerëzit. Po, çketit. Çketit ata që doin me punu. Afër as gjys orët, më vë këta gjys orë shat rreth rrotës Shkodrës, se unë kam shëtit po.
O po ta fiksu vate do të qenj. Qenë. Po ta po dikun një qenë të malë, një rratë shu laramone edhe e po va dikun pe shkopi, isha të pi kafe, kaloj njeni me te përdori, thonë, sa i burë këma, kështu i kena tanë, tha mu, po maru një klysh mu, një të marrën e rrita atë klyshin meti i vogël. Fala atë mure i tjetër, merr me rrite, s'ka, merr me rrite, dikur u qmena. Sa qanë i ki rritë për me gjithë të modhin? 4 kam rritë po. 4 qanë? Kur kam kenë Big Brother e kam pas një qenë që e kam marrë 2 mujsh, edhe më ka qellu me hinë Big Brother, se ata kur janë të vegjël e kanë atë që japin start shumë, që fillojnë e lëshojnë trup, dhe me thonë e kam marrë 2 mujsh fix, me datë, të i majtë me datën, kam hinë Big Brother. Kam najtë 25 dit në Big Brother edhe kur kam dalë, familjen e kisha në Velipoj, nusen me fëmijë ishin të motra eme në Velipoj të mprit, edhe qenin e kisha në Shkodër të shtëpia, ku e kisha lonë. Velipoja është mojtës, shtëpia drejt. Po, Shkodra drejt. Ma por kam shku me po sa është rritë qeni këto 25 ditë, se sa me taku familjen, isha tha këtë për familjen. Shkova atje, po ashtu në atë si zagar, mu ty ta, mi mori edhe këtë. Këthena të shtëpia, një ta falë pa për zotin. E falë edhe atëherë bona një video. Po, se u lodhe ma të rritë qenë. U lodhe të rritë klysha. Bona një video, unë du i qenë, kush më nëjman du i qenë të malë, dhe du të rritun, nuk më interesan për jardja, as kur gjohë vetëm tjetë qenë i malë, që ta di që i kjo është i kaqë. Po, i me të në gjithë. I kaqë e ko peshen, i kaqë e ko, mos shpresoj apo mbohet qenë i kaqë, a mu dosha me e po me sy. Atëherë mos i bona videon që kërkova qenë të malë, më kanë dhonë shumë qenë në Kosovë. Po, tu ka qenë sa du? Po a fund, po a fund. Qenë po a fund, ka edhe, që ko ki për balë një. Kësë të kafshon. Këllu të kafshon. Ashtu, e mesha, qam note, e mesha në Kosovë, aty e lëshova po dur këtë. Sa bisha në shpi, e publikosha, këtë qenë e ka marrë në Kosovë. Mdelte i qenë tjetër në Macedoni, e shifsha në fotografi, e të rrenë fotografia, njës dikur janë feju me fotografie, kur i kanë po... Po, sigurisht. Janë zhgënji. E vërtet, janë zhgënji, po i mbo me talmeq. E shifsha në këtë, ky ka moj malë që këtë pa ja fali i shokut, një ta fali këtë, shkosha me marrë tjetër në Macedoni, mdelte moj vogël sa i që kisha fali. Si edhe ma heret? Bigjaz, vo. Nuk o nalon. Si përgjithsi kështu, sa qani ki përdurun këtë nuk e moj mend heq, vo. Nuk e moj mend pa fund, 250. I herë në 3 ditë bosha Shkodër Macedoni, Shkodër Prishtinë, Shkodër Vushtri. Të lyp qanë? Krejt Kosovën. Për qanë? Jo të lyp, am kuptar po të Po, të shku me e marë. Më toshin du me të dhoni këtë qenë ty, se ti e marakli e marë mirë. Edhe unë në moment unë nuk e kuptosha prej kom vjen tonë këtë problem, sepse unë e publikosha qenin prej qefit me ju tregu kusha marakli i qeve. Kur e tregosha unë e shifshin 50.000 vetë. Njërë ata 50.000 vetë ishin 10 vetë që ju kishte zonë derën qeni, dushin me hek shpijet. Hajde mërë vlogët qanë, po. Hajde mërë se s'kam kohë mu marrë me te, e shifsha unë, ky bukur e ky e ka, unë e rrita dhe i në 13 qenë në borë. 13 qenë, i mosha unë, i ushesha. Në borë? 13 në borë. Sepse ishin e së bukur sa s'disha ke me hek. Njeni kamen e kuqe, tjetëri bishtin e zi, tjetëri. Si, do më thonë, me 200 qenë ti, realisht gati ke bod do shumë shpenzime. Këti kam folë. Vish karburant me logarit, do më thonë 20 mirë e kam shku. Ashtë fixt moshat keqen. Fixt, falemndirë që po kujton. Pa ma kuptën, sepse shumica e njërësve konë mendu që unë ma fali kjo dhe shkoj e shes. Dhe me thonë këtë veç karburantin me ma pagu tonë njërësit që ju kanë dhonë qenë, unë nuk isha falimentu. Se kam falimentu, pa jemi qetë. Dhe me thonë, ama ke falimentu, ama ke... Ama qefit... I ki kujtimit e mira. Pa, qefit e provovë ndër në fund këtë, sa s'kishte moja. 200-300 qenë, do me thonë, desat falimentun. Qatë, falimentim. Falimentu, u lodha. A dhe me tregu ty pse i hoqa në finale, se s'ishtu i hegun për probleme ekonomike, s'ka problem, në me ata jena rrit. Normalisht, jena rrit dhe një qeni. Vestit qeni për mashallah, për që si ko familja është. Mirë po, në fund kredi kisha 13 copë, edhe i kisha mësu me najt me njeni tjetërin zgjidhun, ju qita me hangër, mashallah, pici ngore, shivi, kuj, bukur, aj, bukur. Dola me pi i kafe dhe përse me shku në shpi, tham, pa shka i shof edhe i herë. Kur shka i shof, mi ishin hangër 2 mod bukrit, që i kisha ishin hangër me njeni tjetër, edhe ishin... Grith. Ishin sakatu këtë. Vetë se i pasha dhe mirë thashun, ta mrenda natet unë do t'i heku tonë. Të kërku mrenda natet këtë njërzit që më kishin thonë, sa i bukur i kjo, unë mënosha me ndollë të unin, kush ma ka kërku këtë të i shkrua, dhe me ta falë 2 natë, nuk flesha pa më këthy përgjigje. Mrenda natet i hoqa këtë, i hoqa tonë, edhe prap e kam një në shpi, sepse një në matë majtë që kisha, ja dhosh një shokut që kishte servis makinash.
Po, me rujt pak aty. Me rujt ambientin, po çaj nulli ati, është e vërtet, po po humor. Çaj ka ndodhur? Ati i ra puna, nuk i hishin mo njerëzit me rregullu makinën se kishin frikë qenë. E mojtja e njëj muj, më tha vlla, tha mu s'më hin kush mo, në borë, nuk e besoshin se është i lidhuna, sa është i lidhuna, a ke qenin po. A i modhi, ja? Ishe i modhi, po, e kam halo atë. Tash e ki një hala. Një e kam halo, po. Çfarë dashni është për qenë tonë, se kuptoj degët shkollën. Po, ma dha, ves ma dha, si çdo njerëzit kanë me të punu se është ves ma dha. Edhe puna t'jem knaqësi, e shef se ke arrit diçka, pa punej mua fort. Jashtu, ves. Qërëm, ti ke punu bollë, se me përduru 200-300 qenë për pak kohë, është punë e madhe. Ha, ma dhe ke malë ma dha. Nërko që kam pos 13 qenë, kam pos edhe 4 kuaj. Dhe më thonë, këtë unë u bona gomore i kalit, më dha. Unë sanën të në shpinë do shku me aqu kalit. A i kali me morë vetë me hangër sanën. Jo, po i kisha të ndame, mjekshin kuaj tjerë me më hangër sanën që kisha, ty i kuajve me vrap me 30 kg në supë, mama. Dhe më thonë ti ki dashni për kafshë. Po, të jopin shumë qëtësi. Shumë qëtësi. Vetë qenë edhe kuaj ke pas. Po. Moca, kësi gjonas ke pas. Kam pas tonë, qas kam pas, pula, pluma. Se mërë burë se hapi kopë zoologjik në Shkodër ti. U po ta interesu dha, po ishte vetëmja mënyrë, me hap kopë zoologjik ishte mu këthy në businessman. Si duna ta, me punu me bo herë të bek. Dhe me thonë si të bëhat kja punë me fitu lek të lek. U duhet e me fitu lek, aty hoqa dur, ja. Mu më intereson që ti sigurisht i dhe një lumë, dërse si i valëm për jasë një lekut. Jo, ma kajti qëtë. Bubrojmë, i thojmë na, a përdor një bubrojmë. Bubrojmë ka pak. Si bubreza, bubrojmë ka pak. Bubrojmë ka pak. Dhe më thonë, ty me i pas një 2 milion euro s'dvim kur gjo. As ki ku i lena. Menoj, qa mund blej gjo 2 milion euro. Për vetë qenëve. Je, ti është mi hek doret, mas me mojt mendhen, a jona, ku jona. Po. Qa me blej gjo që i bën 2 milion euro, për shumë. Me blej me herë. A, fiksa, me ndojnë prap me të mijat. Qështë është jeta pa lek, o tanë, qështë pa e konceptu idenë se leku është bjetë me kry punë. A i nuk të regullon jetën dhe në pikën kur njerës me ndojnë, ose na me ndojnë vetë, po bjetë me kry punë është, e dim na. Mirë ma do është, mirë, na, i kryjmë ata nevoja tona, kena është lekë sa me kryjë nevoja që. Leku është ves moj këtë se qeni, vo. Ti, maj këtë se qeni, ha? Nuk nalesh, Po, dhe më thonë, që se ki po 200-300 qenë, i ban 200-300 milion mandej. Pa bëjë YouTube, që se YouTube pas ka vend bësh pa mushi edhe i këtë. Po, dhe i qënë atje ta i veni kështu. Dhe në fund, veç me i prek me dorës. Interesant, se kërë ki konceptu kështu jetën është kogja interesant, me konceptu jetën me tu i lumëtur pa e pas atë varësim prej, ose nevojem shumë të mollë për me pas lek. Ata nevojat që i kena zhjilë, vo. Më nej edhe kur të mungojnë lek, ka banka më vla lek. Po pra, atë punë e ka jo. Po, aja kojtë mirë se ti e prej herë, ti e pa vash-avash. Ma vash-avash ja jabim. Tanë, une jam i mendime që ty të kësha zjedhë kryeministër shqiptarëve, ose ministër i financave, ose ku e dinu ku ka shumë lek, e ti se prej ka si lek. Jo, vo. A isha infektu për kësaj punë? Nuk pa i bëj reklam vetit, vo, unë jam njeri drejt. S'pa i bëj reklam vetit. Kur kam punu dikur, kam punu berber 0-100, që ta njën pronari, në qofë se e shef këtë video. Kam punu berber 0-100, rogën i kisha thonë ma len me morë kur t'iku. Në fund? Në fund t'i marrë tona prej herit edhe viknej. Kam pa keni herë, i uritun vo, i kisha këtë lek të dyqanit unë aty. Kisha këtë, nuk mund të kontrolot e kur, sepse unë isha prej në mjes, dhe më manë, pra në janë ka që shgënyu me punën olla, nuk e duhet se kam kalu shumë sprova. Filosha në 8 mjesit e myllësha 1 natë, në 2 natë. Isha unë i vetëmi berber të plazhe i mau. Edhe një natë në kishte morë rria 1 euro, nuk e kam morë 1 euro. Bate byreku 1, ishin shqiptarët e Macedonisë, si shqitshin byrek, e kisha 1 me berber. Kam fjetë pa hangre se mora 1 euro aty. Edhe si jam hiç peshman, edhe ku është pronari, i këtë gjohë e kam bo. Dhe më thonë, ke flajt pa hangër buk, e ma 1 herë. Edhe se ke morë 1 euro aty me shumë të blibë. 1 herë, jo, sepse kisha dorëzu janë kaç lek në ark, edhe thjesht mas me bo. Mos me prishat. Mas me prish numrin aty, se ta pa qonë nesër, ta pa hojmë nesër kisme. Po më thirën e kompani me punua, punon sot për shamu? Ja.
Ja, valla. Ja, gjaju në punëtor të mirë. Ki kështu akses të njerëzit. Pa, kam tonë punëtor në rrethojnë, më valla. Që thrasi me punu në bank, për shembull. Me punu në bank, ose me punu në teatr, ose me punu në Ministri të Kulturës, ose të Arsimit, ose shkollë mesme, ose me nëzo peshë në Shkodër, ose. Ja, më valla. Atë sa na duhen, më valla, sa në duhet peshë ku shka jetë zohë e ha, kaq. Pa me zonë dy, një me hangër, një me shite. Problem është. Ma ne hajtë se pa zollë, një se pa bëj më shumë lekë. Po kush e man familjen në shtëpinë tonë, burr? Unë valla. Ti anusja. Jo, unë valla. Ti vetë më. Unë e muaj valla, po. Qysh e man për shembull pa punu? Tash 10 vjet valla, unë 10 vjet. Po më 10 vjet I kam 3 fëmijë valla. E di më pas me gjatë, po më intereson fëmia duhet me shku në shkollë, më rrit. Po. Këti hyn vet. Po, unë. Pa punu? Po. Pa punu. Olla, a din si tham unë punë valla, se këta edhe e ngatrojnë pak. Se shumë njerëz punë konsiderojnë vetëm hamallojkun. Jo më ka punë që ti me bën me kokë. Po. Ata I menojnë shumë tash. Investon në Bitcoin, I ki 10 Bitcoin, në rregull tash je. Investon I humbë për herë. Atëherë mendon një punë tjetër. Po pra mendoj punë tjetër, vërtet. Bëj më valla punën sa I nevojitet familjes, domethënë punët e mia I kry, por nuk e du punën. Këtu është ndryshimi jem me tjetër. Kuptoj se nuk e ka pas sopata me pedru. Se du më valla. E bëj prej hallit, se unë e kuptoj që është përgjegjësia. E bëj unë punën, po se du hiç. Domethënë kam kontradikt madhe me njerëz që thonë s'mrrihet pa punu. Ha, me ato ti ki problem. Ata I kam I urren. Ata si urrej më më vjen keq më, pse s'rrihet pa punu? Ai ke tonë të njëra çat nevojitet po çat den që del në punë. Çka drejtë ki ku shkon valla? Pse më valla, se mban vetin. Moju, pusho. Po pra, rri këtu strit. Jo, më hojnë durt. Po pse më valla? Pse mos më hajnë për shembull? Sa I duhet tonit kohë për me pushu boll. As është deni në bilet. Kam limit hiç valla. Sa I kry, çka kam nevoja që duhet me kry, atëherë veç pushime kam këtë tjetër. E çka bën gjatë kohën e pushimit tën? Flej fort valla. Sa orë plan për shembull? Po zotin flej. Sa du. Nuk kam as I for alarmit e çes telefonin kënaj bile një herë kam pa pas një telefon që mbita alarmi vetit. Po ka pas kohë. Po nuk disha ç'a mi bë, I vuna një muzikë që më vete në gjumë. Ha, po kështu. Dhe më thonë, ai bitën atë vetën, bote ciu, nuk më qanë prej gjumit, mu duhet me në gjumë e krushta. A ki gjumin e ronë, toni, ja? E kam qetë këtë, bo. Pa asni. Pa asni forë kështu. Qysh është jeta pa gajle, që thojmë na, kështu në shqiptarët? Qysh jetohet pa asni gajle? Këtë qetë, më bo, këtë bukur, veç I hapi syta dhe menaj, si pa ja bëjt qefin vetit sot. Manaj vinë ta detyrimet familjare që ajo në ta. Dhe më thonë, kam I herë duhet, nuk qonë prej shtatit pa menu, qa du me boj herë për qef sot, si me boj qefin. Nusja, faleminderit Zotit, e kam nusën shumë mirë, ma bjen buken. Aty unë bëj detyrimet e mia sërën si I ka pa të regej si detaj, se nuk qonë prej shtatit pa hangër. Aty hanë, shtratë? Ha I herë në shtratë. Ha për dit? Pa, ha I herë në shtratë edhe gjatë kohës që I ha, më dzen buka. Po. Të rënën pak. Më rënën. Atëherë... Shtet na pak. Se njëri pa hangër s'punen as truni. Nërkohë që unë jam të hangër, fillonin punen truni. Edhe menoj unë. Në cilë krap po kthejëm mas buket. Majta sa po djathas. Ina klena. Zgjelli nërkohë, të lumë shindurt edhe e moj edhe jës tek e rrugu, për e se me fjenë. Po rrugë, pa barë. E lip. Mojt kulun e ndrejt. E lip, edhe një të koma, kështu. Pa. E mërtan. Në thonë, unë menoj që I shqiptari ma specifik. Unë menoj. Pa. Je kështu ma dallon pe këtë tjerë, je shumë ndryshe. Faleminderit. Do të thonë e koncepton jetën ndryshe. Faleminderit. A ushqesh mirë, a ki kërkesa në ushqim, a je kështu? Jo, valla. Nazeli. Po, jo, e kam një problem. Kur merr ruria, unë valla kam 10 minuta, 15 minuta maksimumi kohë për me hangër bukë. Filloj kam kështu si drillje, si gjona. Po, të bjen sheqeri. A mua të ha shkarpen, si thëmë, I thoni shkarpi jo aty ne. Çka është shkarpi? Shkarpi kena thonë dikur pus qia. Po, ata pus e vjetra që I përdor njëri me punu e kështu. S'ki ma ndeshëm kërkesa? Kur merr uria, ja, s'kam më hajtë gjithë qa. E kur je I ngopur? Atëherë më dzen buka dhe flej. Atëherë në gjomë? Këtë kam të përdiqme. A një është në heri lodhën? Ja, ma vla. S'lodhëm. S'lodhëm. Se njëri një të lodhën, edhe kur nuk banë, kur flanë shumë gjomë. gjomë. Ja, se në I hiqër në te, kur një jam I lodhën jam fjetur. A ki kështu munim, thëmë na, ose ju thëni bezdi,
kur thot dikush më falë se jam të shku në punë. Shumë keq. Ose erdha prej punës, ose Vjen vonova keq për pa për punë, ose... zotin. Ai e për kafe, ja se kam i punë në shtëpi. Pa ti e kryve punën të shti. Lene punën në shtëpi, hajde pije i kafe. Po. Ja se kam me bo nesër gati për punë. Në e nesër atë. Hajde pije i kafe herë. Do më thonë, aja fjalla popullore punën e sotit mësele për nesër, të ti nuk funksionon. Kot. Rutinë është ajo. Pa vërë kështu klishe. Ja. Nuk banë aja punë. Ja. Aja fjallë është... Aja është për ushtarë, më dho, me krysat. Me ushtrim, po Na bra. flasim për popull, për njerëz. A duhet me punu qeveria, për shembull tanë? Po, ata pa. Ata po. Okej. Ata kanë zgjellet rrugë. Rrugën e qof largut. Do më thonë, duhet me funksionu kështu. Po, ata pa. Jeta, dikush dhe punu. Po. Ti nuk je kondër Aty që ne me ju punu kara asaj. për hise, po, unë si jam pranoj flej, unë si jam kryeministër, as president, Po. se flej unë si për ishi ku i punë. Jo. Ata duhet në najtë po gjumë, ata me punu. Po sa ta ka marrë besimin. Ehe, Ata paguën për atë punë. pa, A do të më konë shtatë, me hapë zyren. pa. A punojmë na shqiptarë si popull kështu në përgjithësi? A jena punëtorë? Po punojnë, mor për fat keq kam njoft shumë shok që punojnë. O vëlla, unë kam pa gazet me sy, unë kam njoft njerëz që mas punet shkojnë edhe në palestër më vëlla. Hala ma të mërshme. Dhe me thonë edhe nëse i ka tepru i fije, fuqi si ta munoj vedin më shumë, sa lek den që ta munoj pak vedin. Po ç'kema va ti ki punu, je loll, ki fitu atë rrogën. Pse bashkan me harxhu për mu loll më shumë. Se kuptoj më. Është ves o vëlla, han trupi. Qysh mija bo për shembull tanë edhe na tjetë me jetu sikur ti. A ka një formullë caktume? Është me do mendën vëlla. Duhet me do mendën, nuk duhesh me një këta që atë bojnë për shtëpi apo bëni punë, dojna me hangër buke që janë ta. Që janë ta shprej. Duhesh me do mendën ti. Dhe me hangër bukë pa del punë në vetë. Ç'pun ke ti ç'a bëjnë? Po. A kupton? Ti sigurisht beson në Zot? Shumë vëlla. Edhe a mendon që hajtë se që thonë na i qënë Zoti këtu? Vëlla, më duket kështu si është edhe si e po besueshme me thonë po. Gjithmonë kur jam në momentet më të vështira, gjithmonë vjen ndihma prej Zotit, po diskutim vëlla. Mjafton me keni drejt mos me hi kujt hake mos me bë kështu. Derdhina xhona gjithmonë vjen se pavarësisht na lozim me çeshin për punën, se du më vëlla. Nuk e do më njëri ka version ndaj punës. Nuk e du punën, nuk e ta thash edhe herë, dikush e ka për kënaqësi, po çfarë kënaqësie? Ma kënaqësia është me pushu, me dal, me shëtit, me bë. Pak më shtë. Ama punën, po han njëri pin flan, kjo kënaqësia, gjatë po detyrim. Po me dal në punë me çef, më valla, i jepet mundësia me pushu edhe ngan vrap me dal në punë. Këtë si du tashun. Plus Të si kuptoj tash. janë do tani që punojnë edhe mos oralit ose punojnë në zezën, punojnë këtu në ditën në zezën. Po. Për çka? Ves më valla. A pin duhanin? Po. A mund ta lesh? Po se len njëri se Ha hajt. se len bro, ha se shijone. A ti çka ti shijon puna. I shijon puna. Po thuhet gjeni pak kënaqësi E dhaj. po tani edhe unë një herë Ha? mbrojti Zoti valla. Që është të përfundu seriozisht punëtor. Pastrova u burrin 3 ditë punë. Kishe ku di sa vjet po sistemu. E sistemova 3 ditë punova. Po pisha cigare të një kënaqësi, thash sa bukur thashun. Do të punoj edhe nesër. Imagjina filloi me të hynë me qef. hin gjak, a din më mbrojti Zoti, mori dikush telefon ai për kafe, po për kafe. E harrova. Iga, harrova. Trujti Zotit domethënë. Bigjës për vëlla. Ki mujt me hyn Po, çeshtu met aty vëlla, çeshtu met tu krasit lulet e xhanat e Sigurisht shoh këtu kur do më të thirr nuk ka ndonjë problem se tani është në punë ose e shqetësojmë ose Ja, veç ruhen mas më çojnë prej gjumit. Ha, sa orë plan gjum, makina Pa limit ka e kam. pa limit. Po. Free. Atë kujtohet që kam punu, që thash, kam punu prej 8 deri 1 deri 1 po. Tash mund ta bëj gjumë këtë, sa kam problem. Çohem 1 natë. Çohem ha mëngjesin 1 natë. Filloj jetën një atëherë, rri, flaj, çohem. S'kam asnjë forë oraritis. Asnjë forë preokupimit, jo filan dot, jo filan orë që kena këta në. Po, terminet kështu ti ski terminet, Ja. nuk kena kalendar që e pan. Ja, tanë terminet i kanë veç për kafe. Kafe, drek, udhtim. I cakton kështu, sa një javë me ato, me shpëtimin. E mendoj, për shembull, vjen 3-4 oferta, a do me na sotin, me elin, me sotin. E sa të mole, na ban me përmendje. E kam shumë shok. Edhe unë kam vëlla. Shumë zëni, faleminderit shumë që ma kujtove, do të kisha harru. Se s'muaj mend. E mban mend shumë ti. Mban mend shumë ti. Domethënë kështu termine nuk ja se termin. Jo, vëlla. Kena një
Se tashën dy jam marrë me qenjë deri vonë. Po. Atëherë dosha me hek dorë prej qenjve, i fala qejt, i hoqa tonë mërnda note, edhe mu do të se s'ban një ves, se s'rrihet pa ves, se një ashtu përfundon njëri punëtor më nej. Po. Kërkan një ves e, pa bëj punë e me të puna. Po. Kam ken mërakli shumë, i ka hershëm, se s'po jem 100 vjeç, po kam 20 vjet që kam pas motor gjithmonë, motor me dy rrota. Edhe mu kujtu vesi i motorave, e kisha motorin në barë, 5 vjet e kam mojt fikun. U mora qysh se njofta kalin si kafsh, e fika motorin e sa neza mo. Atëherë kur i hoqa ta në kafsh për i herit, neza motorin edhe herë. Prap. Ta që nga bo një grup motoristash, Steel Wings, e ku armin grupi, është grupi moj madhë Shqipni, Kosovë, Macedoni. I motoristau? Po. A vozit shpejt? Jo, janë motorista, masi e ke kuptu se cila është knatësia motorit. Jo, më vjen keq që ja uroj tonë atyne që i kanë qef me e shpejt, ja uroj që ta mrinë këtë moment. Këtë pikë. Ashtë superior i këtë është ata motora shu Harley. Harley. Të ecin avash, po kilometrat, 800 kilometr, 1000 kilometr. S'ka kështu 5000 kilometr, ku pa iku më shkoj me vim, bore në shije, këtë, s'ka si for pengesit, vetëm ku dëna me mrit. Bravo. Unë menoj që ti kemi jetu gjatë, se thuhet shkenca, thotë edhe njerëz, Po i sholla më. ngarkesa dhe puna e lodhin njerin, e stresojnë njerin. Ti je i vesh për kësaj pune? Jo, se kam hiq. A din që më tha, nusja, dje, në është ta fiksim këtë orë. Më thete, duhet me menu, thet, për sigurimet shoqënore. Po. A i thoni edhe ju kështu. Sigurimet qëndërcore. Jo, sigurimet shoqënore i thojmë na për me dalë në pension, me pas pension. vitet e punës. Oke, me pagu pensionin. Pa. Thashë na mendon se e kapi unë moshën e pensionit 65 vjeç më dha, di çfarë do të thonë. Ti e kap, o e kap ti te shqiptarët ose kap kush? Po i sholla më dha ti të goja. Puna Në qovë se e kapi tash pa filloj e punoj, kur vinë puna me do në pension. Jo, ti, shiko, ty do të dalon shtetin i pension pa punu. Po. Qovë se ti ke jetu dhe gjatë... Pas ka shtet më dha, këta janë veç për veti, nuk ka shtet për një. Thua? Ja, ma. Qovë se ke jetu dhe gjatë 5 vjetë pa punu, pse mos me jetu dhe 20-30 vjetë me pension, se s'bot kiameti. Që për i kushtan mu? Qa për kushtan aty? Ky ka shpenzimet e vogla, nuk ka shumë kërkesa. A si gjama? Buk han shtrat, nuk quhet pa hamër, han pak. Pak. Po e shijon, do më thonë nuk ka naj problem. Për shok këtu e ke pas diçka një tatu, pse ke fshi, pse ke mbulu më tanë? A i shdupi motorit? Kam pas një shkrim. Ha? Ishte një periudhë që më duk vedi shumë poet. Do më thonë fillove me bolle vargje? Po, shkruva diçka për... Poetike kështu? Po, shkruva diçka për dikem, ma në ju martova me tjetër edhe e shiva. Do më thonë ka qenë dedikim për nej person që ke njuh më heret? Po. Mandej ta pas ka mbulu gruja, do më thonë? Jo, dha ka mbulu vetë. Po, aja sigurisht se ka kap ato, më ta bo me në gjyë këtu, po... Ja, menen. Qasja ideja... Menen e kanë do vete. Menen e kanë do vete, a? A ki shumë të kështu... Jo, dy kam i këtë, kam edhe i këtë. Edhe ajo i gafora, se s'pesha... Jo, është akrep. Kjo është akrep, po, pa e ka po se i gafora. Po, pas ke po kështu akrep Shkodrës. Pak si gafora, pak si ashtu. Nuk e pa bishtin. Mirë më tanë... A na kështë po një monolog për punën, për shumë? Po, e kam i gjatë shkurt, e kam i gjatë shkurt. Po, i gjatë shkurt, me na po për punën, qysh e koncepton, qysh e sheti, ose a ke mendon herë qysh ish duk bota pa punë, më tanë? Qysh ish duk njerëzimi pa punë? Qysh ish duk jeta pa punë? Po, besoj pa punë, kanë jetu dherë që e shpik leku, më dho. Po, atëherë, në kalumën thuhet, historia to që ka pas ndrim, në ke dhonë atë naturalin, ta ka bon një Golden Eagle, ka pas të ndrimali, pa dal leku. Me bon këto, unë të është me punu, për shumë, pa laknena, edhe me bon naturalin, ti me punu. A thush më koro kjo prej qilit, e pa ta jam ty, të koroja prej qilit? Jo, ta është karo ty, se je mësafir këtu, po kompenzimit ka ndodhë. Tanë tu leku bandi, leku e ka prish njërzimin. A me ndonë që ashtu? Pa, mo. Me që më shku në punë, 6 mëngjes. Për ditë se hajtë në 6 mëngjes, qohet njëri herë për qif, pa për ditë më do. Sakrifice e modhe, po. E modhe. A pa na bëjmë në logë për punë, mërtan? Pa bëjmë edhe i gjatë shkurt. Hajde, të bëjmë i gjatë shkurt. Mirë. Për shnajtje, si jeni, a jeni mirë. A keni bo herë? Unë jo ka dosh zoti. Ma ka pri zoti morë, ka dosh zoti s'm kalon me që u kry. Jetë e fështirë me ju thonë drejten, pa punë, jo se po më duhet gja puna, kur gja në bot heq. Pas lojnë familja ma, na lodhen ma. Kur pa bani punë, a pa bani punë. Familja është armiku maj madhë në rrugën drejtë suksesit.
S'ka ma, familja të bëhet havale. Do na më hangër buk, a ke buk, na merr buk, buk. A xheroni mërë të shafira. A xheroni mërë se keni me të hangër 3 herë në ditë. E keni lënë rrugën e Zotit këtë. Jo se s'punoj mërë, se punoj edhe unë. I herë në 3 vjetë. Sa me impresionu familjen. Ama për ditë s'punohet vë, se kujtojnë se e ke për detyrë, manaj. Po Allah, kthehet rutina jo. Ba, s'tojt kush as lumshin gratë. Normalisht. Ato shku në punë, thonë. Mirë. Ja, mërë, po. Kur punoj unë e merr vesh këtë fisi i grus. Po thuaj din. O, qa bojnë ata. Ha? A mërë vesh qa ka null. Qa ka null, ka punu tani mram. Dhondri jon. Marrin telefon në dorë. Qa mora vesh mërë. Ha? Kush ka punu mram, mërë, kush ka punu O i me mram. majnuse, o i me majdi. Ka hin pun. Ja më tha, ruëm për Zotin. Ja, rrëmet. Ruëm se pa përfundoj si Eva. Ha? Eva është i shoqja jemja, Po. është vojz me tonat mira. Por punën e den, s'ka. Nuk mund t'jam shëjë, se dele punën, haptas, punën. Çfarë punë bën? Ku di unë qa punë di, del për ditë në punën në Paris, më vë, te kulla Parisit. Ta e felli. A dy ku shkojnë tonë me bë foto, Eva nga vrap me dollë në punë. Gjina. Kja është si me shku, si thoni ju, Ha? shtalba, misrat Po, pjekun. shtalba me pjek. Si me shku në Dubai me shit shtalba. Gjinoj Me zonë shku në Dubai, Allahin e loju, dhe shtile në E shtalbi. vërtet. Qa thamon? E, E punën e shketa, Hmm. qysh 14 vjeqe, vlo. E re. Edhe qysh 14 vjeqe, edhe ishtu është kur s'ka një familje me të orientu tamam, qa është e mira, qa është e keqe, vlo. Mos me Nga bën punu, njëri, po, domethënë. përfundon dhe puna, ike, rëshide. Sa problemi se punën, mo. Po. Se tonë punojmë ka herë. Por problemi sot është se njët krenore që punën. Me punën qëtë. A është kretë njëri i qetë, i busqeshun, njëri, po, a din si m'duket. Ha? Ta mënë si ata dëshmitarët e Jehovajt, e shkreta, beson se ka jetë mas punët. S'ka, mama. S'ka jetë pas punës, ma Iku të punove shte, ma ike. punove të shte i veç habuk e flejsh, ma jetë të Rengjëm, shte. që Allah një e që s'punon edhe jetoni lumtur. Kredi lumdur, po, kredi Po që Allah, pas i ta stres. thashën e të brezin që e përdorin me punu. Për kafe. Për kafe e A përdorin. keni mërtan kur thojnë filoni djali mirë se po punon shumë. A i shkreti. Ha? Pa i... Çka i thua ti të Pa, shkretit? ishtu të dojnë veç kur shofin të hek keq. Edhe më i mirë dojnë është kur vdes. Aso i mirë ka kenë, po pse më vllati, na lën jetoj mirë. Mos ai mirë që jeton i lumtur, i Ja, kënaqur, so. fytyra i bën dritë. Si Ja. syt e ajën për gjumit. Do dhurë të buta, asi Burda. asi rru, asi kështu të but. Se s'ka but, hë. Na rani të foli, s'ka lidhje më tanë që jemi në emision, s'ka lidhje që unë ta mendoj. S'ka e, mo, lidhje. po, di, Mos mo, puno, mos je, puno, mos puno, lutem. a, Mos se ka puno. i leta, Hajde pa, puno, puno. Ka i letë. Bane këtë punë, hajde puno. Ta bëj këtë vjetë. Bravo. Si më ndjeve? Djersit, je djersit. Mu ule mu qumë, mo. E, më të në të lëgëlloj vetëm pak ta këthej kështu. Ja pak në shimaj. Bravo. Dhe. Filoni burri mirë punon. Ik më rejka tje. A i ke pa këta që, a i ke pa hoxalarët, hoxha. Po, I ka dur të buta. Po. A i s'punon kur Po, gjo. po. E thirë zonin, Po. a gjeron, lan a i gjenoze, Po. atje koft, fix. dur të sa pun. Lon në i punëtor. Po, naj punëtore lan, naj shkret. Më thonë ku para më no. Dhe. Ha. E, tu pi këtë shumë kafe, Po. e ka pa i herë lapsin me ballë llogëri, sa prej ka lapsi dola 10.000 euro borç direkt. Elshova Ele. fill, Elshova. Ik, Mirë po mu kujtu më nej banka, Ha. tje banka lek sa dushma. shko aty. Thashën sa kam borxhe 10.000 euro, një ditë në bankë mora 10.000 euro, të që më kredi qëtë 20.000 euro borç. Nuk janë shumë. Mora me la borxhet po. S'ka lidhje. Mu lezetu S'ka ato në lidhje, lek se në kafe dorë. do mi pi. Nuk ishte kënaqësi më të madhe vëlla se kur hishe me 100 eurosh me blej paket cigare, se Po. siç mi kishte dhënë banka. Po. Edhe të pyet të shici, a s'ke më të vogla? Ja, s'ka Ja, më të vogla. bajnë. Ishtu në To e kam konqellu. i qinëshën. Me Me thonë i mëdhja, qinëshën hit. me thonë mëdhja kam punu të ditët. Tan Brahimi, tan Ulu. Ulu Rëzëm. tan. Faleminderit shumë se s'na ke kënaqur sonte me humorin tan, je djalë fantastik. Faleminderit. Vazhdo me këngë kështu. Vazhdo me këngë kështu se je i haleshëm më burr, je i lezetshëm. Faleminderit je shumë, artist mo. më burr. O tan, Faleminderit. do na më kthy pak në situatë tjetër. Domethënë, unë ta kam dëgju pak rrëfimin. Edhe sigurisht se nëse futem aty kemi pas dhimbje pak, po për shkak të publikut dhe audiencës që na ndjek, ndoshta duhet me u kthy pak në 2013 kur pate aksident. Çu kujton këtë moment sot mas shumë vjetëve, po sigurisht e kitë fresta kujtimit. Është vëlla po dosh me bë Drama. viktimen e me bë. Drama, po. Është shprehje e koçit populli i gjalli me gjallën, i dekun me dekun. Kështu
pa merret edhe goja. Mirë po, normalisht kujtohen, mungohen shumë prind, por ajo ka kënë dita që ka marrë shumë sime prej herit. Më thonë, në atë moment unë jam rrit 30 vjetë prej herit, prej këtë mënyrë se si e kena logjiku për para edhe me atë moment. Prej asaj ditë, ndryshe nga që kam tregu në televizor, për ju tregoj një diçka tjetër që kam mësu atë ditë. Atë ditë kam mësu, kur i pash prind të dekun, nuk më hite ma kërkush në sy. Më kishe nërë tanë në spital atje, so më isha mirë, nuk kisha thuj pak mundën e kështu, por isha si më thonë. Edhe nuk më hite në sy kërkush, i kisha këtë njerëzit e afër me tanë ma. Më me doja, me qatë ta më këtë njerëzit, këtë i kisha të afërm, edhe nuk më hite kush sy se më kishin ik 2 matë afërmit, aty e kuptoshe, kur i shef që i ka ik, aty e kuptoshe çfarë boshllëkut. Kur vdiste baba kuptoshe sa i vogël pas ke ken, edhe sa i madh jeni prej prezencës ti. Unë i boshllëkut, aty unë ishe tamam fëmijë. Edhe atë ditë kam marrë një ndër mësimet që kam marrë në jetë ka ken, isha në këtë pozicion edhe erdhi Axha, ma preku kryt shu edhe kur e pash Axhën më duk si me pa babën gjallë. Aty e kam kuptu momentin që nuk bëhet gjaku ujë. Atë shprehjen që e përdor populli nuk bëhet gjaku ujë, sepse po të tregoj na pak para se me null kjo gjakon pa kenë votimet në Shqipni, edhe njeni me njeni në parti, tjetër me tjetër në parti kishim arrit se ishte fazë votimesh, njeni me flamuj kështu e tjetër i flamuj, ishim largu prej njeni tjetrit për hatër të partive. Largu, ftof. Në përqanë, në partit, hynën në familje hynën. Sa gja e vogël për që ishim largu na e sa ofër ishim, në moment, vetëm kur ke problem, i halë shumë të madhe kuptan një rëndësinë e gjakut. Sigurisht. Kështu që, kush se ka kuptu, O tani, atë dit që ndodhi aksidenti, atë kujtohet sigurisht historia para simunisë, çfarë kohë ka qenë, ku ka ndodhë, pse ndodhi, cila ishte aja fjala fundi që të fole me prind tu para se me ndodhë aksidenti. Po, valla, me kujtohet kur jena nis, doshin me ikë të doja. Dojat i kam të një fshat i Shkodrës, mjet quhet, është një 20 minuta larg Shkodrës. Mirë po baba, ka fundi filloi nuk shifte shumë mirë, shifte pak si turbot për i diabetit, se vute me diabet. Edhe bate vetëm atë rrugën deri te kafja për ditë, u qote herët baba ka kënë punëtor i madh. Po asë ramet, po që në ramet të dy. Dijes pasi. Edhe erdhim qoj nana me zërë, hajde na qoj të doja. E ta shumë pa shkuni ju, jo, hajde na qoj, ngulli kam shumë, nuk dosha unë me ikë, nuk dosha, se pa dolim të i humori, unë jam demeli lasht, nuk është se jam posat, nuk dosha mu që prej shtratit. E ki me të leme, e me të bleme. Hajde na qoj, si më thonë, moren për ma mirë, moren mu, nështë apo të kishin shku vetëm, mund të kishin ardhë gjallë, moren mu më nolli, isha unë të e njës makinen. Nolli, prej hiqit, vla, dhe më dhanë, nuk kam kënë të boha ditë asë i gjoha, amo besoj shumë, unë besoj shumë zëtë, dhe besoj që kena boha shumë marina për para, me këto ecjet e me këto gjonat, edhe ai quhet haram, harami vjenet vetë mrapa. Edhe kur ti se të bo kur gjanja ty të zënë, këtë që ki bo, na kina ecë shumë shpejt me motora, kina ecë për ditë, kina bo shumë marina, u dogja kur s'isha të bo kur gjoha, shkurt mua bedi. Kam trem shumë njërës që i vesha mrapa të marina me motora, erdhi momenti aty ku unë s'isha të bo se gjoha. Po thu që ai ka qenë një akumulimi probleme tjera më ndej është ardha aty ku nuk duhet. Po, se ata prind nuk jetojnë gjithmonë, disi do të vdesin, thjesht domethënë çdo gjë që ndodhi ishte një faturë në tona on, domethënë qoftë koha që nuk kalosha se kisha shumë diferencë moshet unë me prind. Se unë kur kam lindur unë prind e mi kanë ko 43 vjeça. Edhe ishte si me mparrit gjyshat. Nuk në u përpushin mendimet. Tjetëra gjo kishin ata, tjetër qef kisha, une të mas në shku fort muhabeti, risha shumë kohë jashtë me shok. Dhe më ata
çdo prind, ona do të vdesim, nuk ka lidhje. Amo këtë gjoja si nulli në atë mënyrë që me marr shumë mësime prej herit për një ditë. Edhe ecja, se dikur kena bo shumë marina, këtë ato në finale, mu shpërbly në atë mënyrë. Besoj shumë zot nuk është këtë qa kam meritu, dhe më thonë, për mira këtë drejt mës me bo hiq viktimen, nuk kam që komentaj. A të mungojnë tanë, tash? Shumë më dho, shumë. Tash me thonë drejten, po bo hipokrizi këtë kam fëmijë. Dhe më thonë, sa herë që i gëzohem, më kujtohet momenti kur ata kishin nevoj me më pas mu afër shkurt. Nëse kishin nevoja si gjahiq, si është me më pas prezent, se s'kan pas një nevoja. Çka i thu njerëzve sot që i kam prind gjallë dhe ndoshta nuk i vizitojnë, ndoshta nuk i respektojnë, ndoshta nuk ja dhojnë ato çka ata e kërkojnë dhe i mungon. Peshmanllëkun më të madh tjetës kanë me pas. Kush nuk e dëmon çdo peshmanllëku më i madh është një fjalë mirë që s'ja ke thonë, lënë fjalën e keqe nëse ja ke thonë, domthon të therrë, të shpon ajo. Sa herë që të kujtohet një moment që ja ke kthy ndoshta një fjalë me nerva apo diçka kështu. Peshmanllëku më i madh nuk e kupton kërkush, nuk mund t'ja shpjegosh me fjalë se si ka për të ndih kur të ikun prindi edhe peshmanllëqet që të mesin ka shi prindit. Prandaj null gjithmonë se nuk mund ta shpjegosh me fjalë. Ta thojnë sa dush, po të therr vet nuk e kur ta kuptosh ka kryej muhabeti. Nuk shkoj shpesh në Varreza vëlla, nuk shkoj. Në Varreza shkoj shumë rrallë. Më duket këtë ajo më duket këtë ajo është si gjahiq. Ka kryej puna, ata sa ishin gjallë ishte momenti mas vdekjes e mrapa banja me ashensore, me lapidare, me tevorri e të shku. Ka marru muhabeti. Që si je shumë vonë të vorri, shkan këtë flet, këtë nuk ka ma. Qish është jeta pa prind? A është pak, sidomos ti e ki pas, ala ma të vështirë se kanë vdek në kohën kur ti e kanë në makinë dhe i kanë t'i dhonë vetë makinës. Po, përgjithësia shumë, peshmanllëk jetët është po prind. Nuk e më kanë lanë të vogël, i kam kënë 26 vjeç, am kupton, nuk është se kam pas një... E kjartë, po prapë baba dhe nana janë shumë. Dy që nuk do mu plak kurrë, ose mos mungu kurrë. Shumë, shumë, boshllëk shumë i madh, nuk e mush as i gjahiq. Nuk e mush as i gjahiq. Ata pasin jetë për tejme që thojmë na në parajs, na tjerët këtu të punojmë, të vazhdojmë me jetu, të punojmë, jo, punoni, vazhdojmë me jetu edhe ti kujtojmë ata që si kemi këtu me dashni dhe me respekt. O tani, çka na thu për konceptin rini, shoqni, tash peshe këtu, po vazhdojmë prap Big Brother, po vazhdojmë prap këtu emisionet show që janë reality show, po vazhdojmë gjithçka në këtë vendin tonë, çish pesheti këtu zhvillime, apo doken se kanë herë njerëzit për lojë shkojnë deri diku, po deri çast fell sa po hyn këta, po më duket pak kogja si me qenë suedez ose gjerman ose kështu pa asnjë ndjenjë mrena. Asi ndjen formën e vet. Po. E teprume, shoh e egzagerume. Po është kot me fol se thash edhe herë kur e kupton nuk mundesh dot me ja shpjegu njeriu pa kuptu vet, pa u bën vet. Fati jemi madho është që unë kam fillu me dalë në televizor, mas i kam zonë mend. Se dhe unë po të kisha dalë pak ma herë, do të kisha kem një, si kajtë Kallabllëku, sepse shumica mendojnë, se thojnë, është i edukume, ma hap namit është i, të më thonë një djali mirë, jam të u bolle moj mirë prej hallit, mas me shgënyu njerëzit. Se unë nuk jam një aqe mirë, ma ka disa norma kur del të kamera, duesh me ditë që do që të flesh, ka për ta marrë për shembull dikush. Mas me dhona shembullin e keq, fati i madh që unë kam dalë në televizor mas e kam kuptu këtë gjë, se kena pas atë periudhën përpara, kena kanë shumë ndoshta edhe po edukat, varet të rrethi të Kush fiton Shqipërinë këtë edicion? Asnjë kullo. Si ke një këtë? Jo. Hiç din çka ndodh. Jo, se di hiç vetë ç'a shoh në kalim, vetë ç'a del. Se jena tankuar me telefon dur, vetë ç'a del porën telefon. Kështu nuk nal me i pa me asnjë kohë mund shoh i fragment 10 sekunda. I gjatë në maksimumi 10 sekunda bile nuk e. A jetu i lumtur, domethënë që nuk je i involvuar këtu keq ka ndodhur. Ti sigurisht
Po. Në politikë si involvohesh, Ja, nuk sheh lajme, nuk sheh zhvillime, nuk sheh debate, nuk sheh Big Brother nuk shef. Ja. A shef na herë televizor? Jo, në gjaj muzikë, vlo. Okej. Dal me familje, dal me shok. Rri live të e TikTok-u, është një loje që sa herë që e kam përmend ma shtë keq që interpretu muhabeti aty. Hajde. Unë aty, ko keni vetë mi vend, unë s'kam lon loj punet po bo. Nuk kam lon, nuk shkën menja e kam bo unë si punë. Edhe as njëna nuk në kollon hakun. Sepse është vetë vendin që nuk ta jep hakun. Nuk ta jep mundin, se po ma dhe mundin, unë do të dal në punë edhe me qef. Për kunërzi se... Sigurisht, na e dim që kjo është një vajzi që ti e përdor, po... Po ma dhe mundin, unë dal në punë. Amo me të marrë me të përdor si sklav për asë i gjohë hiç, dhe më thonë, unë kam probleme shumë të mëja, ti mi e gjohë shumë të vogël, punën ta kam bo shumë të mëja dhe kjo më ka në neverit. Do më thonë, ti është gënym. Total, të fillu të punojësit e administratës, ku ta mund, që ta mund, polici, rrugor, i bojnë një video të i dhoni 10 eurosh, pa i 400 euro ka rogën, ti jepja 10 eurosh, në gjose sa shtu ta kërku. E ke mundësin me adhon, në lo jepja i birë, i gjoj, respektoje. Ashtë deal, jepja i freskuse, se s'pa thëm birë, se birë ashtë kalen në alkohol. Sa shtu punua, sa shtu e marë hakun. Nuk ashtu e marë mundin, qëfar do loj punojësit. Doktori, thojnë doktori. Ti e të lonë bakshish të kafja, pa diskutën bakshishin të doktori, pa marë si shemull. Me lonë, jo me ta kërku, atër me ta kërku... Jo me ta imponu. Po me ta imponej, atër se meritan, atër me i pos, nuk ja jep, me i pos tur, nuk ja jep, me ma kërku nuk ja jep. Në kjo ardë. Amo është vetë vendin që nuk paguhet, as i forloj mundit se po dosha me dollë të kjo. Po, ditë dhe video. Doli TikTok-u, dho? Po. Një shqiptar i Kosovës ma ka bo mu prej në Gjermani, ma ka bo me fitu lek për shikueshmërisë të videove në TikTok. E kjo ardë. Ajo është një nër punë të mija që i bajon. Po, sigurisht që po, se është djallë që do publiko dhe është normale me fitu, edhe ka mundësi me fitu në shpe. Dhe me thonë, puna jame është, unë e lulli trunin, ndoshta jam këtë të lujtë tu që është se ti e kuptan i fiksi profesionit, edhe lulli trunin 24 orë si me e bo një video që me ma po sa ma shumë njerës. Sigurisht. Kurse shumica kujtojnë se puna është veç me qu këtë tavolinën atje, nuk është vetëm kjo. Ka punë. Dhe me thonë, TikTok-u unë ka morë. Po. TikTok-u unë ka morë. TikTok-u ka keni vetë mi vend që mu ma është pagu tonë mundin që ma kohangë çdo punë tjetër. Do me thonë, TikTok-u ty të ka ofru mas shumë të mundësi financiare se sa çdo punë që te ki po më heret. Po. Se tona bosh. Edhe pse thojnë se ai merr 50% për veti. Do me thonë, po pra ty të kanë mjaftu. O dha, po janë të i mora të morë qeveria 99%, e s'pa bojmë zdo. 99.9. 99.9. Ta qojnë hallin e kinezit. Te du t'i morë ju, t'i s'pa në jep kur gjo. Le kinezi, ma ndej. Atë kanë suportu njerëzit, atë kanë dorë njerëzit, atë kanë dhonë njerëzit. TikTok-u ka kënë, unë TikTok e kam kuptu konsideratën, respektin që po s'kanë pas njerëzit për mu, sepse aty ishte i vetëmi vend që unë kisha kontakt direkt me njekësin. Vetë. Pa. Aty ka kënë, dhe kur ka ardhë tesa për me hinë Big Brother, unë kam hinë kajti qetë sepse kam kuptu që mu njerëzit ndojnë fort. E kam kuptu në përmjet ti aplikacion. Rrjetet sociale. Se s'kam hinë a i herë ma por. Edhe, është edhe suportimi që gjujnë dhurata, që është kajtë shqip. Dhurata blehet me lek, e ta gjujnë ty dhuratën, ti dhuratën e këthen lek. është kajtë, dhe më mënë, këtu të shtjek ata njerëzit abuzojnë me gjithë formë njërësh. Dhe më mënë, ka lypsa, se i thojnë lypsa këta, po lypsa ka edhe në rrugë, nësë mund të rrinë pa do në rrugë, se ka lypsa në rrugë. Lypsa janë edhe këta që në qeverisin, se do e lypin votën. Sjelljen e vetë, unë nuk i kam lyp, kuj kam hinë live, në grumulluan disa njërë që i kanë qef me mëni të folë. Nuk e sha, nuk e bo gjona të jashtë standardit normal. Kam ka përdi vlo fjallë aty se në shumicën e njërësve janë komente pozitive, por aty arrinë që ka njërës ashtë nëtë, që vjene ta ven një koment të vdekshin fmit. Dhe me thonë, me ledzu këtë, edhe mas me e shoa, është punë e ronë. është shumë e ronë, nuk e... qa s'ka më rënë, më kuptan? E kuptoj. Kështu që aja punë e jeme, unë kam atë është si me dalë me këtu, më orë dikush me m'hell dek se këna i bukur. Mara e mua bedi, jo. Kaq? Sigurisht. Unë në këtë mënyrë, se ka dhe kantorë që të vinë të tavolina. Nuk e bajun edhe. Po vinë. Shpetim desku, përshnes, shpetim desku, e mura vesh, përshnes prap, e mura vesh no. Po të një më hëllasi, i kam dy që një shumë mirë. Shumë bukur që po të regon drejt i sinqert, dhe më thonë ti ke gjithë rrugën qysh me
fitu dhe me punu në formën tonë, nuk ka asgjë të keqe, bravo të koft. Faleminderit. Edhe unë i ftoj njerëzit që po na shohin që këtë djalë ku e takon në live me suportuese është djalë i mirë, është djalë pasi të keqe, e ka humorin shumë mirë, është djalë shumë i meqëm kështu, se ata që dinë me bëu humor mirë janë të meqëm. Po, valla. Këtu dy janë shumë të lidhur na afër njëra me tjetrën. Pa mëse pa keni meqëm kisha dalë në punë. Ja, ti e ki punë aty. Se po na ofendohen njerëzit. Ti e ki punë aty. Unë nisi me qeshe, ka herë shumë më morrin për keq. Shkurt nuk e du punën më. Se nuk kam asnjë gjë. Nuk e do vëlla se nuk e du se kam me qef, jo se nuk punoj. Po. Punoj prej hallit, nëse e bëj ndonjë punë halli i madh mban me. Jo më thon u kënaqa s'm rrihet pa punu, tash. E pyetja fundit gati. A e marr mend kur i djersit mas fundi? Po për vitëri më vëllau djersit ato pastrua burrin ta tregova unë. Për vitëri, ato 2 ditë që i kote. Jo djersit, po kur punoj unë në djersitem në 10 orë vëllau, nuk ka se nuk ta mandej nuk korsen në bunkut hyn. Ja më bane hina. Hyni bunkut. 3 ditë veç prej djeg hell ku diun se shabona u burrin ashtu. Shqyr zot që si ke pas ngusht për vitin e ri, o ka pak maftoft. Me qenë ngusht si është lënë nam? Jo, se kam prek pas sa gushta kon kaluaj i kam paun fillunin të na hi ferra do të më shty ferrën me myll pexher. Ja. Ta Brahimi, faleminderit shumë që ishe me neve sonte dhe falenderoj që ke ardhur pi Shkodrës. Kam marrë me shumë qejf. Ne u pa prap e me pas prap intervista tjera. Po kur gjë mos bashim ka një kafe e pim. Po, për kafe, sa herë dush. Edhe nëse vjen në Shkodër kafe, tregojnë ku e bojnë mirë. Se i kam studiu. Kemi atje me ston, plot miq, plot shok, plot koleg, plot, domethënë njerëz që na njohin edhe i dojmë edhe na dojnë. Edhe faleminderit shumë për mikpritjen, jo këtu po këtë, domethënë nuk ka qef më të madh në 2 vende vi, si më thon, një shtet edhe një qytet, pavarësisht se ne jemi një kom. Në Kosovë edhe në Peshkopi të Dibrës janë 2 vende që unë vi me kënaqësinë më të madhe. Domethënë është mënyra se si të presin njerëzit. Dashamirësia të bën me bë kilometra apo të bë përshtypje hiç. Kena shumë vende të bukura, po mu kudo që me prishet qefi, unë du me më prit bukur, nuk më intereson sa të bukur e ke malin, as lumin, as lokalin, fundi i ke bë për interes tan. I fjalë mirë. I fjalë mirë as kena nevojë, domethënë po ma tha kush po se ka i for Kurmo, ka vende që i kam vizitu një herë Kurmo. Te lumi i Shalës, një herë kam qenë qellova, në qelloj një person që ma prishi humorin, Kurmo, s'më intereson mo. Nuk ka vend më të bukur se shkeli Kurmo. Ma prish shefi. Këtu vi me ton shefin. Bile kur vi këtu, kudo që nale me blej diçka, se ndoshta pas gjas më shumë se duhet. Kudo që nale me blej diçka, ma japin një qese me vedi, me molto, me pije, me gjana, sa vetë jeni në makinë, ma japin me zërë, unë kam arrit nuk ule ma me blejt cigare, uli nuse, nëse kush është makinë tjetër me shku me i marrë cigaret, se s'morin lek. Nuk mi marrin lek. A respekt, bravo. Është knasi e mua dhe fort, është fundi. Ti ki lek, pa jo respekt, është fundi, pa, është fundi, aja është. O tanë falenderoj shumë. Falenderoj shumë për jush.